që unë pajtona që partitë politike janë pasuri. Kilo është nocionin e partive politike. Edhe duhet me i qmusit tila, pra pluralizmin politike shkëndesh me qmusit tila. Fatkeqësisht e kemi sot një klasë politike në kryet shtetet që nuk ka fort entuziazëm për pluralizmin politik. Formal e ka, por reali jo. E o mene që kjo fatkeqësi. Që mund të me ndohë Kosovës. Të sa ndja më bëja që pashtu? I cili pashtu, po, në shumë raste. Unë flasë si studiusi, jo si militanti partive. Absolutisht, unë nuk thash ty. Shpeson që të Unë e thash e kemi një parti politike në kryet shtetet që s'menon qështu. Jo ty. Dhe Rama Boja, që pashtu menon që opozita duhet më spekon. Se si janë mirë. Duhet më shu. Duhet me linë një tjetër. Po si do qoftë. Unë menoj mas pari që ky problemi në LDK sot, natyrisht nuk është i ri, po jo në kuptimin që nuk është i ri pëse po ndodhë nën kryetar lëkun e Lumira Abdigjiku që ka pasur më herët, po LDK-ja ka një periudhë gjatë kohore në të cilin kam pas unë mendoj problem me identifikimin. Me identitetin, sepse LDK-ja për një kohë gjatë gjykuar nga fjalët që janë thënë të grupeve dhe taboreve të ndryshme për gjatë kohës, po thëmë që është qashtu ose që e kanë paraqit qashtu, po qysh e kanë sulmu njëri tjetrin, LDK-ja për një kohë gjatë ka pas identifikim negativ. Pra, LDK-ja e cila nuk është si kjo, ose nuk është si ajo. Na nuk bomi si këta, ose me këta, na nuk bomi me ata. Edhe për një kohë gjatë Lidhja Demokratike e Kosovës nga eksponent caktuar, pra po them, jo nga partia si e tillë. Parim edhe ideologji është konsideru mos bashkëpunimi me njërën prej partive, për shkak. Na nuk pajtohemi politikisht, sepse na jemi kundër bashkëpunimit me PDK-n, prandaj dalim. Dhe kjo, natyrisht që bashkëpunimi me një parti politike është pjesë një ideologjie politike që mund të ketë partia ose një grup brenda partijës, po nuk mund të tjetë i vetmi identifikim. Qëto që po thot Belgu, do me thonë, a ka një afirmitet politik, ose program politik, ose çështje politike dhe ideologjike për cilat i ki mos pajtim, dhe të cilat ti mendon që po lëndohen për shkak të koalicionit me X partin. Apo koalicioni me X partin është e keq janë vetë. Dhe kjo ka qenë për një kohë. Çështje të koalicioneve, sepse ende pa pasur një parafrim të koalicioneve. Unë po them çka ka një LDK për një kohë gjatë. E tash nuk e di, a është edhe që kjo qysh me quj, që kjo problem, që kjo përpjekje, a e ka ngjyrimin e njëjtë ose jo. Sipas kryetarit Abdigjiku ka elemente të tilla. Sipas kryetarit. Tash po them që është ashtu se nuk e di. Unë veç po them çka po deklarojnë njerëzit e LDK-s jashtë. Sipas kryetarit të LDK-s, problemi është një grup që janë të hapën për me hinë qeveria, apo jo dhe një grup tjetër, të cilët e kanë një ide tjetër të bashkëpunimit me PDK. Astriti thotë që kjo nuk është e vërtetë, s'ka qasi njerëz ose nuk është kjo çështja brenda. Edhe unë besoj që nuk është çështja brenda. Mirë, po fakti që eksponentët e LDK-s e zgjedhin me bë luftën brenda LDK-s. Me këtë gjuhë nuk kupton që ata po besojnë që brenda LDK-s ka njerëz të cilët këtë gjuhë e vlerësojnë. Që mundën me mujtë njëri tjetrit me këtë gjë. Jashtë LDK-s. Po, vlerësimi i tërë është. E ata e njohin sigurisht strukturën edhe elektoratin e vetë, ma mison. Absolutisht, sepse punojnë me ta për shëndet. Dhe unë mendoj që LDK-ja e ka urgjente për me dalë nga ky identifikim negativ. Tash, për qenë korrekt, Lumira Abdigjiku në vitin 2025 o mundu me bërë pikërisht këtë. Nuk ja ka arrit base, ose ja ka arrit po halos po shihet, nuk e di. Po 2025 në qëndrimi i LDK-s ka pas këtë qëllim. As nuk jemi na me vetëvendosin pro vetëvendosjes, as nuk jemi me PDK-n pro PDK-s, na jemi Lidhja Demokratike e Kosovës. Kjo është shumë mirë që thuhet si pozicion, por pastaj kjo duhet më mush edhe me përmbajtje tjetër. Unë mendoj që për partitë politike, normalisht, këto vijat e kuqe që i quajmë na, që kemi pas për një kohë gjatë pjesë të diskursit të përditshëm politik Kosovë, vijat e kuqe shkëndisht me ekzistu për një fal grupi ekstrem. Sham të ki vit kuqe për një grup radikal të djathtë, ose mund të kesh për një grup radikal të majtë, ose për një grup radikalesh konservator, religios, që thot Rama Boja, po, për ato kuptohet, për shembull e ki prej ku të dhiju në 4-5 partive në Gjermania, 3-4 partive në Suedi, ne parti që jo me elemente fashiste dhe thu për ata kemi vit kuqe. Po për tjetë